Aslajdo, 21 vjeç nga Durrësi përballë Klajdit, 19 vjeç nga Korça. Aslajdo banon prej vitesh në Itali. Erdhi prej Andei, rrëmbimthi në ditët e fundit të audicioneve. Kaloi fazën e parë e nuk u kthye më tek prindrit. Lajmin e mirë u apërcolli mes internetit. Mami, babi, kam një lajm për të dhënë. Për që do video mund t'ja u jap lajmin? Kam kaluar audicionin e parë për The Voice-in. Ndërsa Klajdi kishte një tjetër mision, përmes suksesit të tij të bënte të njohur grupin e tij muzikor. Fazën e parë e kaloi, po sot si do të shkojë rrugtimi i tij. Klajdi dha sa i don, si jeni ajni mirë. Hey, I can do këngën Life is Beautiful, I can do normalisht se ju e keni propozuar. Okay. Unë ndihem shumë mirë me këtë këngë sepse është këngë energjike që mendoj se më përshtatet mjaft mirë. Asajdoni është këngëtar me përvojë, ka shumë përvojë, ka stil, nuk po më intereson me ndëgju ashtën të kënu jashta rockut. Në anën tjetër nuk e ka një kundërshtarin e lehtë, perfekt. Me këngën ndihem shumë mirë pasi këngën e kam sugjeruar unë, trajnerit i pëlqeu. Më përshtatet shumë si këngë pasi është potente, madje edhe Aslës i përshtatet, që do doja shumë mos i përshtatet, po që shmodesh. Po të shkon me Klajdin? Shumë mirë, jemi bo shok, si ma. Jeni bo shok, a krejt jeni bo shok, ka me qenë problem ju ndama dhe. Nuk kënë katastrofë. Edhe futemi këtu, tek në refrenin, tjerë në zonin e ullë, në fund e majmë notën ma gjatë se zakonisht. Në të lem kishe pak problem, interesant me atë notën, me atë sekundën aty. Po, shumë problem. Po pse originali se ka, qka? Unë isha fiksu me originalin dhe nuk më hyrë që dhe të bëjsh ashtu atë notë dhe kapshe. Po na e kena bo ma mirë se originali. Po, ishin herë. Po, ma mirë. Po dhe gabimi Klajdi. A e Klajdi gaboj diçka na thonë, mirë më t'ingë, okej, moj e këto. Gaboj mirë. Po, gaboj mirë. Serendipity quhet në anglisht, do të thonë fat në fatkeqësi. Fatkeqësi fatlume. Është shumë po m'pëlqen ai falseti aty që. Dhe që po bjen poshtë në gradën e tretë, shumë bukur. Beautiful. Bjer aty poshtë, se ky e kap notën që ti poso e kishe, edhe krijohet një tercë mirë. Pikën të dobët e nike shpërthimi i refrenit, sepse mendoj se Klajdi shpërthen më fort se sa mu. Dhe pika e forte ime është që ke bridge i këngës, falseto më del shumë mirë. Mendoj se aty mund kem një avantazh. Po thonë që korçarët dhe kosovarët nuk mirën vesh. A jetu marr apo merr vesh? Ha? Apo më kupton? Ja, tani po. Po? S'po merr vesh? Jo, tani po të kuptoj, pak më parë ja. Qysh? Si? Po të marrë. Si? Të kuptoj. Ha? Qysh? Po. Jo dhe kuptuam na shumë mirë, faktikisht Gega dhe Toska s'ka ndonjë dallimit më. Po. Jo, vetë. Kjo ndallimet vogla. Duhet domethënë për i fjali duhet diku gjysore për të kuptuar. Edhe bashkëbisedimi zgjat, vjet 2-3 orë të mira. Bashkëbisedimi zgjat më shumë se 2-3 orë zakonisht. 2-3 orë? Çka kena me bë 2-3 orë? 2-3 orë me thonë një fjali. Me thonë një fjali? Për të thënë një fjali. Për të tërë? Me thonë një fjali, bre. Flak bre? Mo bre? Po bre. Mo bre? Mo bre? Më vënë se me bëhet treshe, po shumë bukur po t'ingëllon, shumë më pëlqen se po krijohet një interval shumë i mirë. Shumë mirë që e gabova atë notën se e kena bëu ma mirë se origjinali, do të më ia çu këtu në 6am në email. A jetu më kuptu çfarë po them? Po do të më ia çu në email, më thonë më bëni një version me këtë zonin ton. Po pasi ta bëjmë te Voice. Po do të më thonë, po gjithçysh po. Me Astin që po kalan? Po jena shok mirë. Ani, a keni qenë përpara shok? Jo. A jeni njoftu këtu, ha? Këtu. Super, ani shok. E keni urrej mirë tash. Nuk kuptohet çfarë thash apo? Jo. Ma mirë. Ma mirë, sukses. Faleminderit. Ida ime e fortë është potenca. Jo se ati mungon, po që unë ndjem më potencë se ai. Futu më ma shumë prezencë. A den? Mos u fut thu se je ashtu tu hy mbashje me ju i lutet, po futu thu se je tu hy në ring. Klajdi është djali talentum, ka energji pozitive, edhe është në gjendje me knu edhe but meditativisht, po edhe me shpërthy ashtu në rock. No one will cry. Kjo është vetëm në bridge so ideal.
në fund të refrenit mos e bën normal. No one will cry. Se mandej po i barazoni zonat dhe nuk po funksionon zoni i dytë. Asla dhe Klajdi e kanë të dytë një shije për rokun e ri. Zonat e tyne kur po janë në bashkëveprim gjatë refrenit teksturalisht po t'ingllojnë shumë bukur. Edhe këtë mbarët se çka po më ndodh në ring. Piga e tij e dobët është një gabim që ai e bën te Brigji, inshallah po e bën prap. Beteja radhës është skuadrës Genca Liut. Ai na kujton mbylljen e audicioneve të fshehura, ishte i fundit që u fut në skuadrën e Gencit, sidoqoftë e zgjovi, sepse këndoi në mënyrë të magjishme. Zonja zotëri, mirëpritjen një rocker të vërtet. Aslajdo! Aslajdo, djali qeta ashtu, do të përballet me një pizeveng pekorçe. Klajdi, i cili në prapa s'ke në fakt nuk i qepet goja. Zoja dhe zotrin, Klajdi! Këndojnë një këngë të një projekti muzikor pak të thuash i habitshëm. Gati? Pa që fat, le të filloj beteja. Try, can't live until you die. Can't learn to tell the truth until you learn to lie. You can't breathe until you choke. You gotta laugh another joke. There's nothing like a funeral to make you feel alive. Just open your eyes. Just open your eyes and see the light is Kënduan Life is Beautiful, jeta është e bukur Aslajdo dhe Klajdi. Ja, u dhima komplimente. Ju pëlqeu, a? Shumë bukur. U pendua që se keni luajtur ndasma këtë këngë. Do kishit bërë mirë. Life is beautiful. Ilsa. Shko, duke mos i hequr asgjë Klajdit, që sonte realisht ka këndu shumë mirë, më pëlqen shumë të imbrijot, ashtu i gërvishtur, me energji.
Unë kur kam Aslajdonin përpara ja harroj të gjitha, kështu që është për mua është një artist me atë madhe, si në skenë, ashtu edhe jashtë skenës, ka një personalitet shumë të veçantë që e reflekton si në skenë edhe... Po me këshyr pak këta konkurentat edhe jashtë skenës ka pak... Jo, unë gjithmonë i këshyr vetëm artistikisht. Genci, komplimentoj shumë për zgjedhjen e këngës radhë parë. Më pëlqen fryma jote, që sinqerisht po ta them publikisht kështu, që ke sjell një frymë shumë interesant në Voice. Shumë ma ndryshe. Kjo tregon që ti me të vërtet je krijues, bravo. Tani, Klajdi më pëlqeu shumë në ngjyrën vokale, po priça nga se Doni ka mundësi ta pas kështu. Më fal, u fut perfekt në atë, si të thush, kupol, në atë falsetin, aq bukur, isha shumë kurioze me ditë, apo e bën tamam, dhe futet ai me zërin e plot, ishte shumë bukur, një harmoni. Unë nuk e di si mund t'jetë bashkëveprimi skenik, kur janë dy zëra të tillë, por që në aspektin vokal më pëlqyen shumë ndërthurja të dyve. Çuditërisht neve në çdo vit në Voice na vinë nga këta rockera që majnë mikrofonin këto dhe bëjnë kokën kështu. Kishim një herë ne si di kështu, që e mbante kokën si Doni, Matejin, që ishte gjithkohën kështu. Ati që ju i thonit edhe për çështjen e mos e lëviz shumë kokën. Për zotin më mirë Doni, se shumë gjatë. Fingllon të thusë është me naja si boy band o njeri. A dhe si vile NSYNC Doni. A dhe në s'pishkon Doni, Asla. Si Aslan, si Luan. Doni më pëlqeve shumë. Doni apo s'doni ju, ai e ka përligjur me bluzën aty, sepse turqisht Aslan, do me thënë Luan. Desha me pyet tash aty është Luani apo është Genci në foto para nga 2 vitesh? Genci Aslani. Po më fal. Si do qoftë e ka marrë Luanin me vete, Edhe me syza. po edhe e fërkon nga herë, vure e fërkon në barë këtu. Ose ka marrë mish Luanit, apo i thët Luanit rri urti se kemi rrugë për të bë. Ose e mban Gencin me të mira. Po, ndoshta edhe mund. Më pëlqen shumë ai momenti kur ngul këmbët dhe kap notat lart, po me gjoksa ma jo me falcet. Pastaj kalon edhe në falcet kadife dhe kontrollon parsi se nuk e ka armën e tij më të fortë. Gjithmonë për Aslanin po flasim. Kurse jo thjesht po kuriozohesha se çfarë ka Klajdi ke bluzja, ka një skelet që është ulur në gjunjë dhe po lutet. Nuk do le pa përmendur dhe vlerat vokale sidoqoftë Klajdit, ka atë ngjyrjen të cilën pavarësisht se një vokal jo shumë i madh, por ngjyra qëndron dhe ka absolutisht shumë vokale në botë të cilët kanë bërë rock dhe grupe me emër që kanë pas vokal asaj ngjyre. Por pastaj kur ndodh përballja aty. Okej, u kuptua Genci që këta dy rrinë shumë me njëri tjetrin, më thuaj nga një batutë për të dy dhe pastaj të bëj pyetjen finale. Klajdi, shumë i mirë, shumë i talentuar muzikant. Rocker. Dy në hala përvoj. Aslani është Aslan. Okej, tani për Aslajtun se nuk kemi më kohë. Aslan. Luan. Aslan. Klajdin apo Aslajton, kës gjedh në skuadrën? Aslan. Aslajton, vazhdon të jetë mëret në The Voice of Albania. Dhe ja dedikoj kushërit tim tani edhe familjes time që është në Itali këtë moment. Klajdi gjithashtu ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë duet me Lajdon. Shohim nëse Klajdi mendojnë se ti duhet që ndroshin në The Voice. Mbase jo kështu, i lumtur i gëzuar. Presim nëse do të shtypet në një prej butonëve për ty apo jo. Klajdi më vjen keq. Falenderoj shumë që erdhe, okej?
Klajdi, zonë zotrin. Vazhdo. Edhe shihemi besoj. Hajde mojmë kontakt, ha? Hajde. Prisja ndoshta thoja se po gjithsesi jeta vazhdon, ditë më të mira do vinë.